Në ndyshimet se kanë shpërdoruar detyrën, 20 në punës publik u morën të pandehur nga Prokuroria e Tiranës për fondet e Ministrisë së Bujqësisë që duhet t'u shkonin fermerëve në zona të ndryshme të vendit. Hetimet nisën pas kallëzimit të bërë nga vetë institucioni, pas auditimit të kontrollit të lartë të shtetit për 7 procedura prokurimi të zhvilluara kryesisht me negocim pa shpallje. Fondi i vendosur në dispozicion ishte 525 milion lek në total, pa TVSH. Procedurat për të cilat u konstatuan shkelje kishin të bënin me prokurimet për shpenzime, mbrojtje e bimësh dhe luftimi parazitëve në bujqësi, për blerje e pajisjesh për shërbimin veterinar, motocikleta, kaska, veshje, doreza dhe çanta, blerje e kafshësh të llojit gjedh për dëm shpërblimin e fermerëve të dëmtuar nga dermatoza nodulare e gjedhit, si dhe për sistemin e monitorimit me kamera për hidrovoret. Vision Plus ka siguruar emrat e 20 funksionarëve publik, të cilët prokuroria e dyshon se kanë shkelur ligjin, duke kryer një testim fiktiv të tregut. Ata rrezikojnë deri në 7 vjet heqje lirie nëse gjykata i shpall fajtor.